Problemi i ujit të pishëm në Fier është i përhershëm përtej çdo emergjence natyrore dhe mungesa e tij është turp kombëtar dhe një dështim historik i qeverisjes qendrore dhe lokale. Ky ka qenë mesazhi që ka përcjell protesta e një grupi aktivistësh, të cilët me pankarta në duar kanë kërkuar zgjidhje të shpejtë konkrete të kësaj problematike. Aktivisti Elis Baba ka pohuar se prej disa ditësh qytetarët fierak janë përballur me mungesë të ujit të pishëm pa paralajmërim dhe me njoftime në rrjetet sociale dhe shpesh vetëm pasi ndërprerja ka ndodhur dhe sipas tij, ky nuk është një informim por propagandë. Sidomos mjaftonte mungesa e ujit të pishëm, Fierit i ndërpritet dhe energjia elektrike pa asnjë paralajmërim. Më vjen turp që në një histori 20 vjeçare, ku sa herë që ka fushat premtohet ujë 24 orë. Pas 20 vitesh ende nuk ka ujë. Nëse do të kisha qenë në pushtet për 8 vjet dhe nuk do ta kisha zgjidhur këtë problem, do të kisha ikur. Kjo nuk është fjala ime, kjo është fjala e kryeministrit që ka premtuar në 2013, pra para 12 vjetëve që ai kishte ende në opozitë dhe fitonte mandatin e parë. Sot jemi në 2025, kanë kaluar 12 vjet dhe qyteti i Fierit vazhdon të vuajë nga njëjti problem i turpshëm, mungesa e ujit të pishëm në një pjesë të madhe të territorit, ndërprerje të vazhdueshme në të gjithë territorin, në të gjithë furnizimin e ujësjellësit, dhe një shërbim që jo vetëm nuk përmirësohet, por përkeqësohet nga dita në ditë. Nëse në 2013 kjo ishte një turp kombëtar, sot pas kaq vitesh pushtet qendror dhe vendor në duar të njëjtës parti, nuk është vetëm turp, është një dështim historik për qeverisjen e qytetit Fierit. Mungesa e ujit nuk është një problem imediat, nuk është një problem i emergjencës kombëtare, është një problem kronik. Nuk jemi këtu vetëm për përmbytjet e djeshme dhe të sotshme të vjosës, ato janë një fatkeqësi natyrore e ditëve të fundit. Por as kjo nuk është justifikim, pasi të zgjedhurit të cilët paguhen për planifikim, parandalim dhe zgjidhje, duhet të kishin siguruar një qytet mos dilte jashtë funksionit. Por kjo nuk ndodh, sepse ata nuk punësojnë njerëzit e aftë. Punësojnë vetëm njerëz për bindje partijake dhe jo për aftësi profesionale. Dhe kur drejton një qytet me militant në vend të specialistëve, rezultati është ky që shohim sot. Fieri pa ujë të pishëm, ndërkohë që qeveritarët bëjnë shfaqje mediatike pranë zonave të përmbytura. Pse nuk shfrytëzohen profesionistë, inxhinierët, urbanistët, ekspertët që ka ky qytet, përfshirë këtu dhe specialistët me përvojë, edhe ata që janë në pension, të cilët e njohin rrjetin më mirë se kushdo. Pse vendosen njerëz partije e jo njerëz profesioni në krye të detyrave? Qyteti nuk është një fond pune për militant, qyteti është përgjegjësi, qyteti është një detyrim. Ndërkohë, qytetari fierak Spiro Goga pasi thot në kulmin e indinjatës se pas 12 vite qeverisje të pandërprer, Fieri vazhdon të vuajë të njëjtat problematika dhe qyteti sot është shumë larg standardit minimal 24 orësh që premtohet prej dekadash. Jemi mbledhur sot për të protestuar për mungesën e ujit dhe të energjisë elektrike. Se bën disa kohë që kanë ndërprerje të shpeshta dhe këto pa paralajmërim. Gjë që bën që neve në familjet tona mos të bëjmë shërbimet tona si përlarje, gatime e tjera e tjera. Jemi vendi i dytë për burime ujore në Europë, pas Norvegjisë. Dhe është merr që pas 25 vjetësh neve të mos kemi ujë në familjet tona 24 orë. Kryeministri kur mori pushtetin premtoi që brenda mandatit parë unë do merrem personalisht me ujin dhe nuk do iki pa ju dhënë ujë gjithë shqiptarëve. Por ndodhi e kundërta. Kryeministri nuk ka me mendjen as për ujin, as për energjinë elektrike dhe as për shqiptarët që vuajnë mungesën e ujit. Në çdo rreth, në çdo qaq, në çdo qytet, në çdo fshat, ka mungesa të kësaj natyre. Prandaj, unë e di pse vjen kjo. Kjo vjen sepse është bërë një qeveri komplet hajdute. Pas qeverisë hajdute, është një qeveri tjetër vendore, po kështu dhe hajdute. Shumë investime në bërë, po varet se sa ka shkuar në vlerën e punimeve cilësore të këtyre rrjeteve. Ata kanë kërkuar një zëri zgjidhje dhe përgjegjësi pasi furnizimi me elementët jetik, ujë dhe drita është një e drejtë themelore çdo qytetari.